Për sa i përket llogaridhënies, sa ka pasur ankesa në raport me gjyqtarët, në raport me stafin nga ana e qytetarëve, por edhe nga vetë stafi i gjykatës dhe si janë trajtuar ato, si kanë përfunduar? Po, se përket llogaridhënies, siç tregova unë tani që 6 muaj kam filluar si kryetari i gjykatës dhe me ardhen time kam pas fatin që ashtu plotësuar edhe vendet, pozitat menaxheriale me udhëhecit e zyrë, me administratorin dhe ne bëjmë takime të rregulla, qoftë mujore dhe 3 mujore. Edhe njëra ndër porositë që i përcjellit secilin nga udhëhecit e zyrë është edhe tek administratori që fillimisht varësit e tyre të motivohen për punë, të ofrohet mbështetje maksimale për nevojat dhe kërkesat që kanë në kuadër të vendit punës. Por njëkohësisht edhe të mbahen përgjegjës secili nga ta për detyrat dhe përgjegjësitë që dalin nga vendi i punës. Se përket administratës ka të filluar procedura disiplinore, tani më ka dhe vendime të shqiptuar, domethënë masa disiplinore ndaj personelit të administratës. Dhe besoj që e ka rrit efektin e vet, qoftë te personet që është shqiptu masa, qoftë edhe te kolegë tjerë. Me kuptu se secili duhet mi përmbush, domethënë detyrat që dalin nga vendi i punës. Ndërsa sa i përket pjesës së gjyqtarëve, dikun për vitin 2025 ka 18 ankesa disiplinore. Nga unë si kryetar që janë trajtuar janë 6 apo 7 ankesa disiplinore. Po nga ato pretendimet ankimore që unë i kam trajtuar, më shumë vrehen që ka hinë kuadrat e pretendime ankimore që ka të bëjë me shkelje procedurale, sesa atë që hinë në zonën e përgjegjësisë disiplinore. Edhe kështu që deri me tani nuk ka ndaj rast që është fillu procedurë disiplinore, domethënë me kërkesë që kanë drejtuar Këshillit Gjyqësor. Më shumë thash ndahen ato që ka pretendime më shumë për veprimet e gjyqtarit që kanë ndërmarrë gjatë seancës. Paknacirat vendimarrjes. Po, sakt. Jo që diçka hinat përgjegjësinë në shkelje të kodit etikës edhe ligjit për përgjegjësinë disiplinore për gjyqtarë.